edhe me Elionin, do të thotë trenerin, edhe stafin e tij, edhe kam bërë një ekip shumë të mirë, që unë kam pa edhe ndeshjet miqësore, kam performuar shumë mirë. Ndeshja e parë ka qenë kundër Malishevës, e fitoria 0-6. Unë duke 0-6 ka qenë, specialisht 0-4-6, mirë, 4-6, dhe që di që një fitore shumë e po. Ka qenë Malishev, pra një ekip që mas pare nuk luan në fushën e vetë, nuk ka fushë të vetën personale. E dyta, një ekip e re në Superligë që promovohet për herë të parë. Edhe mendoj që një gabim i madh ka qenë largimi i trajnerit, që ka qenë ai ndryshim i parapor. Unë mendoj që kur po përmend profa për kryesit, mu po m'pëlqen që kryesia është shumë profesionale ato, edhe këtu është dashur me qenë pak më profesional, se po kjo kryesi i ka sjell deri këtu, është dashur me ia besu trajnerit e lën shumë më mirë. Pozita ku e kalon Elon Berisha ka qenë shumë më mirë se tashmë që është në Shpëtim Babaj. Asnjëherë të mos fol keq për Shpëtim Babaj si trajner. Edhe pse është i ri si trajner, është për herë të parë si trajner në një ligë shumë të fortë sikur Superliga e Kosovës. Po gjithsesi Elon Berisha e ka një përvojë shumë më të madhe se sa Shpëtimi, edhe mendoj që Elon Berisha do ta kishte udhëheq shumë më mirë deri në këtë moment se sa Shpëtimi. Pse i një lojtar secilin ka punuar me ta dikon 2 muaj ditë në fazë përgatitore, i ka bua ato 10 miqësorët që është dashur të bëhen secili ekip, ka bën një punë të jashtëzakonshme. Besoni që kam qenë i kumpadhën në stërvitje. Besoj që nëse një ekip ta çon mallën në një futboll evropian ose një stërvitje evropiane, ke mujt me gjej te Elon Berisha me stafin e tij. Shpëtim Babaj, s'po du me të bësh, ka qenë bashkëtari im i bashkë bilet e profa, kemi qenë lojtar të profës, unë kam qenë kapiten i asaj ekipe, edhe unë e një Shpëtimin për karakterin e tij të fortë, edhe çfarë ka qenë shumë i mirë, edhe ka qenë lojtar teknik. Po gjithsesi kryesia, kur thash, është dashur me qenë më profesional, është dashur me ia dhënë besimin deri në